Dashi, sot kaq shumë gjëra të bukura do të ndodhin dhe zemra juaj do të ndihet e ngrohtë. Në aspektin profesional mund të hasni një mundësi të re, prandaj jeni të vëmendshëm ndaj detajeve. Energjia pozitive do t'ju jap forcë për të marrë vendime të rëndësishme, duke mbajtur mend të dëgjoni intuitën tuaj. Marrëdhëniet personale kërkojnë kujdes, ndaj përpiquni të jeni më të pranishëm për ata që doni. Një bisedë e sinqertë do të sjellë qartësi dhe do të forcojë lidhjet. Financat janë në një ekuilibër të mirë, por përmbahuni nga blerjet impulsive. Nëse ndiheni të lodhur, mos harroni të gjeni kohë për të pushuar dhe për të rigjeneruar energjinë tuaj. Lëreni shpirtin tuaj të fluturojë i lirë dhe të shijojë momentet e vogla. Demi, sot ndiheni të përqendruar dhe të prirur për të ndjekur qëllimet tuaja me vendosmëri. Në punë mund të hasni një situatë që kërkon kreativitetin tuaj të zakonshëm, prandaj mos hezitoni të mendoni jashtë kornizave. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive që mund të lindin nga emocionet e momentit. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin tuaj mund të sjellë një afrim shpirtëror që ju keni pritur. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të ndriçojë ditën. Energjia juaj e brendshme është e fortë, duke ju bërë të ndiheni të lidhur me veten dhe rrethin tuaj. Qetësia dhe reflektimi ju ndihmojnë të gjeni paqe të brendshme, duke ju përgatitur për ditët e ardhshme plot me mundësi. Binjakët, sot zemra juaj mund të jetë mjoburim pasioni dhe energjie. Në dashuri, ndjeni nevojën për biseda të gjata dhe të thella me dikë që ju kupton plotësisht. Nëse jeni në çift, një mbrëmje qetësie do t'ju mbush me ngrohtësi. Në punë, idetë tuaja të reja mund të tërhiqin vëmendjen e kolegëve, kështu që mos u ndalni së ndërruri mendimet tuaja. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve të papritura. Ndjeni se cilësia e ajrit të pastër dhe natyrës ju sjell qetësi. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të bërë një shëtitje në natyrë ose për të medituar. Kujtimet e vjetra mund të dalin në sipërfaqe dhe t'ju bëjnë të reflektoni mbi rrugën tuaj. Daforia. Sot mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht dhe kjo mund të ndikojë në marrëdhëniet e tua. Shfrytëzo këtë ndjeshmëri për të dëgjuar të tjerët me kujdes dhe për të ofruar mbështetje. Në dashuri, është dita e duhur për të komunikuar dëshirat dhe ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Në aspektin profesional, është një moment i mirë për të ndjekur intuitën dhe për të treguar kreativitet në zgjidhjen e sfidave. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, mendohu mirë para se të ndërmarrësh vendime të rëndësishme financiare. Shfrytëzo kohën për të rikuperuar emocionalisht dhe për të gjetur paqe në rutinën e përditshme. Luani. Sot, zemra juaj do të ndriçojë si një fener në errësirë, tërhequr nga njerëzit që vërtet ju çmojnë. Një moment i mrekullueshëm për të forcuar lidhjet romantike, një bisedë e ngrohtë mund të ndezë flakën e pasionin. Në punë, krijimtaria juaj do të shfaqet qartë, ndaj mos hezitoni të propozoni ide të reja. Kohët e fundit mund të keni ndjerë një presion financiar, megjithatë, kujdesi dhe planifikimi do t'ju ndihmojnë të stabilizoni situatën. Një shëtitje në natyrë ose një çast qetësie do të freskojë shpirtin tuaj, duke ju dhënë energjinë e nevojshme për të përballuar sfidat. Kujtoni se buzëqeshja juaj është arma më e fortë në çdo situatë. Lejojeni që botat ju shoh duke ndriçuar. Virgjëresha. Dita e sotme ofron një energji të qetë që mund të ndihmojë në harmonizimin e jetës suaj personale. Në dashuri, është koha për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe për të dëgjuar partnerin me zemër të hapur. Nëse jeni vetëm, një bisedë e pavetdijshme mund të nxjisë ndjenja të reja. Në aspektin profesional, përqendrimi juaj do të sjellë rezultate të mira, por mos nxitoni për vendime të mëdha. Financat duken të qëndrueshme, por është e këshillueshme të mbani një sy mbi shpenzimet. Kërkoni për momente qetësie për të qiruar stresin dhe rifreskuar mendjen. Shijoni çdo çast të thjeshtë dhe kujtohuni të qëndroni pranë natyrës, pasi ajo do t'ju ofrojë inspirim dhe paqe. Peshoria. Dita e sotme sjell një energji të butë dhe harmonike, duke ofruar mundësi për të rifreskuar marrëdhëniet e tua. Në dashuri, shfrytëzo çdo çast për të shprehur ndjenjat e tua më të thella. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime të vogla. Në punë, përqendrohu në detajet dhe mos e nënvlerëso fuqinë e bashkëpunimeve miqësore. Ditët e ardhshme mund të sjellin mundësi të reja, prandaj qëndro i hapur për ide dhe projekte që lidhen me pasionet tua. Financat janë në një ekuilibër të shëndetshëm, por është e mençur të bësh një analizë të shpenzimeve të fundit. Ndjenjat e përgjithshme të qetësisë përshkojnë ditën dhe është një moment i mirë për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata. Ndiqi rrymën e natyrës dhe gjeje paqe në thjeshtësinë. Akrepi. Sot do të ndiheni plot pasion dhe energji, si një flakë e cila ndriçon ditën tuaj. Në fushën e dashurisë, intimiteti do të intensifikohet.
Jeni të hapur për biseda të thella me partnerin tuaj, ndërsa beqarët mund të takojnë ditë që i bën zemrën të rrahë më shpejt. Në punë, ndërkohë, është momenti ideal për të shfaqur idetë tuaja kreative. Mos hezitoni të merrni udhëheqjen në projekte të reja. Financat janë stabile, por keni kujdes me shpenzimet e kota. Investimi i mençur është qelësi. Ndjenja e vetbesimit do të jetë forca juaj lëvizëse sot, kështu që përdoreni për të kapërcyer çdo pengesë. Përkushtoni pak kohë vetes dhe ndiqni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëheqë drejt suksesit. Shigjetari. Sot, ndriçimi juaj tërheq syrin drejt mundësive të reja në jetën tuaj profesionale. Është momenti ideal për të ndjekur projektet që keni lënë pezull ose për të marrë me ide të reja që ju frymëzojnë. Në dashuri, komunikimi është qelësi për të ndërtuar ura më të forta me partnerin. Nëse jeni beqar, mos hezitoni të hapeni ndaj njohjeve të reja, për të cilat koha është e favorshme. Financat kërkojnë një qasje të matur, shmangni shpenzimet e parsyeshme dhe planifikoni me kujdes. Ndjenja e brendshme e qetësisë dhe optimizmit do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Mos harroni të dëgjoni intuitën tuaj, pasi ajo do të jetë si një yll polar që ju drejton në çdo hap. Britsjapi. Sot yjet ju ftojnë të dëgjoni zërin e brendshëm që shpesh e keni injoruar. Në dashuri, mos keni frikë të shprehni ndjenjat me sinqeritet. Një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi dhe ngrohtësi. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet në horizon. Keni besim në aftësitë tuaja dhe mos nguroni të merrni një hap të guximshëm. Financat do të përmirësohen nëse i kushtoni pak më shumë vëmendje detajeve të vogla. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke gjetur momente për reflektim të qetë. Sot është dita për të lënë pas ankthet e të kaluarës dhe për të përqafuar një qëndrim më pozitiv. Do të ndjeni një energji të re, ndërsa universi ju sjell mundësi për të ndritur rrugën tuaj. Ujori. Sot qielli mban ngjyrat e një fillimi të ri, për ty dashuria mund të hyjë në jetën tënde në mënyrë të papritur, duke sjellë një ndjenjë të freskët dhe të ngrohtë. Bëhu i hapur ndaj bisedave që të ngrohin shpirtin. Në punë, intuita jote është aleati më i mirë. Ndjekja e instinkteve të tua mund të çojë në rezultate pozitive. Kujto se suksesi ndonjëherë kërkon durim dhe vendosmëri. Financat e qëndrueshme të lejojnë të mendosh për investime të vogla që mund të sjellin fryte të mëdha në të ardhmen. Sot kujdesu për veten duke gjetur kohë për reflektim dhe qetësi. Një ecje e gjatë ose një moment meditative mund të sjellin qetësinë që kërkon. Ndiq dritën e brendshme dhe gjithçka do të ndriçohet. Peshqit, sot do të zbulojnë se ëndrat dhe realiteti mund të bashkohen në mënyrë magjike. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë një ndjenjë të re afërsie. Në punë, mos lejo që ndrojtja të pengojë. Kjo është dita e përsosur për të paraqitur idetë tua krijuese. Nëse ndihesh i motivuar, kapërce kufit e zakonshëm dhe shko për te i pritshmërive. Financat po kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Është koha të kontrollosh shpenzimet e impulsit dhe të planifikosh me mençuri për të ardhmen. Emocionalisht mund të përjetosh një val nostalgjie. Pranoje këtë ndjenjë dhe lejo që të inspirojë. Relaksohu në një ambient të qetë mbrëmjen e sotme, duke dëgjuar muzikë që të ngre shpirtin lart. Të presin mundësi të reja dhe inspirues me çdo hap që hedh.